publiku tonë, përshëndetje miq të dashur. Ju uroj mirëseardhjen edhe sot në programin Ora 5, emisioni pas ditës nis këtu si çdo ditë tjetër, duke ju ftuar që të ndani me ne bisedën që kemi menduar të ndajmë me miq tanë që do të kemi pas pak të ftuar të ulur në panelin e ditës së sotme. Në fakt, në projektor kemi një temë shumë të bukur, shoqëruar me një foto por kaq të bukur. Do të flasim sot për gjyshërit, gjyshja ime, kështu e kemi quajtur temën. Do të flasim për këtë raport kaq të veçantë që besoj se gjithë secili prej nesh që ka arritur të njohë gjyshërit ka patur me ta. Në fakt, është një dashuri shumë e madhe që gjyshërit japin për nipërat apo për mbesat e tyre dhe sigurisht edhe nipërit edhe mbesat e kanë përgjithsisht pikë të dobët gjyshërit. Imazhi i parë i gjyshes tënde që të vjen në mendje si është? Si është. Janë fjalë ndoshta që të gjejnë dhe pak me kujtime dhe jo kujtime që nga njerë bëjnë mirë, sepse ne për gjyshërit fatkeqësisht kujtohemi kurse kemi më. Dhe imazhi i parë që më vjen për gjyshën është ajo e cila unë kam gjithçka. Unë kam pasur një gjyshe italiane dhe për vetë faktin që sot ndodhem atje, unë dhe gjithë familja kam prej asajt. Kam pasur një gjysh muzikant, bile si njëti gjysh me Lambertin, që muzikën e kam prej ati. Dhe i dedikoj çdo gjë. Dhe imazhi është aq pak sa mundohemi, se dhe puna nuk na le ta kujtojmë edhe fizikisht në thonjza, si të çojmë një lule aty ku janë, mjafton ndoshta edhe ato janë të kënaqur, edhe me kaq pak. Është një gjë që të ndryshon aq shumë sa nuk e imagjinon dot që ti, domethënë, do të vinte një kënaqësi që s'e ke provuar asnjëherë. Jo më kot, në hyrjet e emisionit unë thash që edhe imazhi i gjysheve ka ndryshuar. Shikoni si janë gjyshet sot. E vështirë të flasësh për gjyshen, ë? Apo më e vështirë të flasësh në rolin e gjyshit? Jo, ndoshta është gjëja më lehtë. Është gjëja më e lehtë? Gjëja më lehtë. Se të vinë fjalët natyrshëm, vinë mendimet vet? Kam se po, me duhet përsëris atë që kam kanë nga njëherë që gjuha e ka rajën të zemra. Dhe në këtë rast, sa po përmend gjyshen dhe gjyshen, kjo rajë vjet në lëvizje. Dhe fjalave janë prej atje ku është, do ta quaja zemrën, foleja e gjyshit dhe gjyshes. Mendoni, ne kemi një territor ku kemi si kufi shtetëror, 28.000 kilometër numërohet në librat e gjeografisë. Prahri i gjyshes është edhe më i madh. Në një kuptim është më mëdhëll. Ai prahri i vogël, ai prahri aq. Ashtu si prahri i gjyshit është abdhëll, nga ati dhe vëll. Unë nuk kam patur fatin të rritem me gjysh, as me gjyshe. Jam rritë edhe pa baba. Por e di se e ka dhënë Zoti të ndjesh lidhjen që ke me pasardhësit e tu. Zakonisht fëmijët i krahasojnë me lulet. E nëse është kështu, prime është kërcelli. Gjyshe dhe gjysha janë rranja. Faleminderit shumë bukur. Shumë bukur është kënaqësi që të flasësh për gjyshen, edhe gjyshin. Unë personalisht mendoj që gjyshja ime është gjyshja më e mirë në botë. Unë kam kujtime shumë të bukura me gjyshen time dhe kam dhe fatin që të kem njohur stërgjyshen time, gjithashtu. Dhe njohur dhe gjyshen e mamas apo të babait? Të mamas. Të mamas. Sa vjet stërgjyshja ka qenë kur ti e ke njohur? 80 sa? Mbi 80 vjeç, pra. Që do të thotë gjyshja ka qenë më e re? Po. Dhe unë kam qenë në madhe relativisht. Po mami, sa vjeç bie? Të ketë qenë? Është ti. I bie një brez femrash që ka lindur herët, apo jo? Gjithsesi, ne jemi një familje e madhe që dashuria ndërmjet njëri tjetrit është diçka shumë e bukur që transmetojmë. Unë kam kujtime për shembull me gjyshen time, e cila gjithmonë më ndiqte nga mbrapa bashkë me mamin, edhe në për aktivitet dhe në për çdo gjë që unë e kisha nevojë, dhe e dija që në darkë, sado e lodhur që mund të ishte, gjithmonë e gjente kohën që të më përkëvelte, të më vinte në gjumë. Janë disa gjëra që nuk harrohen.
pse nuk ka vargje për gjyshërit, ose mund të ketë për gjyshin. Pra, më shumë i shkruhet gjyshes, apo mamas, pak babalarve, pak gjyshit. Ose as pak, nuk di nëse ju një vargje për gjyshin. Ka edhe për gjyshin. Më mje mirë që nga auditorja është konstatuar kjo, se mund të konstatohet nga brama, nga vetë shkrimtarët, nga vetë... Por kur shifet nga jashtë është me vërtet. Kështu që do më bjerë të maj këta anë vetëm për hir të zvërtetës. Po që fletojmë libra ka figurat të shkëlqyra dhe për gjyshet. Gjysha mase të req me shumë vëmenin, sepse vetë fjala gjyshe se si ka një farë vëmëshorie, është një alp, ka dhamjen brëna këtëru shkrojnëve. Por figura gjyshit gjithashtu është trajtu dhe ka në letërsin, jo vetëm në letërsin tonë, por në letërsin botërore. Figura gjyshit është të jashtëzakonshëm. Ka shkrimtar paharrueshëm, siç është Pushkini, i cili jo gjyshes, po Dados. Dados që e ka ushqyer me qumsht, si ka harruar tërë jetën. Dhe tërë jetën është ka rrafyer për te. Një shkrimtar i famshëm, Ernesto Sabato, në një nga romanet e tij më të mëdha, dhe është i barabartë me Borgesin, me figurat më të mëdha të letërsisë botërore dhe jeton akoma, ka disa faqe ku një spanjoll i thotë, ku shkoni thotë? Nëse po gjithësisht për librari thotë duhet gjej një gramatik shqip spanjisht thotë. Po ç'të duhet i thotë? Si thotë ç'më duhet i thotë Argentina si? Ti nuk e di thotë që unë gjyshët e mi dhe gjyshin e ka fjalën, unë e kam shqiptar thotë. Shqiptare thotë ti me gjysh shqiptar, po, për ato kanë ardhur 500 vjet përpara në Itali. Atëherë ne folëm për Rajin. Shikoni, në Rajin 500 vjet dhe nuk harrohen. Çfarë janë gjyshrit dhe gjyshet? Çfarë është e shkuar ajo? Unë fola parë për mama lulen me kërcellën. Shikoni në psikologjinë tonë, se si pema genealogjike, çfarë bukurie ka gjetur populli. Trungu nga gjaku dhe trungu i qumshtit. Pra, vizatohet pema për bërë degëzimet e familjes dhe prej ardhje. Kur nisesh nga nana, quhet trungu i qumshtit. Kur nisesh nga të afërmit dhe degëzimet nga babai, quhet trungu i gjakut. Të gjithë fëmijët atje vizatohen si porteka. Pastaj janë edhe degët, dhe prap kësaj radhaj ato rranjet janë trungu, gjyshërt janë trungu. Dhe këto nuk quhen kot. Lisi i gjakut dhe lisi i qumshtit. Pra, ka kaluar të lisi tashmë. Nuk dia, ka një orë biologjike kur femra e ndjen që ka dëshirë të bëhet gjyshe, ose edhe ana sjellta, që ndjen që nuk është momenti për të bërë gjyshe, mund të vijë edhe keq, se ndoshta statusi i saj kalon në të qenë gjyshe. Është e vërtet. Orë e bukur është ajo që është nën, dhe të gjithë ndjejmë dhe është një dashuri e veçantë, nuk diskutohet. Por si duket ajo dashuri që fillon, sepse ndoshta nuk je shumë e ndërgjegjshme kur bëhesh nën në fillim fare dhe nuk e ndjen dot atë lloj dashurie aq të madhe, edhe pse e ke fëmin tënd, nuk e kupton dot. Ndërsa si duket koha kalon dhe ti piqesh më shumë në të gjitha drejtimet dhe kur momentin që bëhesh gjyshe është një dashuri më e madhe dhe më e bukur. Unë të sa kam provuar vetë tash dhe se si më duket, sikur tash ti kam filluar të ndjej dashurinë tamam të fëmisë. Në shihemi, e kupton është i vajzës, por nuk e di unë tash po e ndjej më shumë nga që kam ndjerë më përpara. Unë nuk kam pasur gjyshër në shtëpi asnjëherë, por nënën e mamit e kam dashur shumë. Kujdese jashtë mase për mua, edhe po atë e kam dashur në mënyrë të veçantë dhe më duke ajo që tha Erana, si që është më e mira dhe më e ditura në botë, ashtu më duke. Tash ndërsa unë mendoj për fëmin e vajzës time, sepse është 4 muaj që gjysër, më duket sikur ajo është më e mira, më e bukura dhe më e zgjuara që tani ka lindur. Ajo tash ka lindur. Dhe më duket edhe kur buj tash se ka filluar të bëj të flasi në për shtëpi kështu, ashtu, vërtet kështu, e mua më duket sikur them sa shpejt filloi, mos kjo është më e zgjuar nga gjithë fëmijët e tjerë. Ashtu më duket mua. Nuk shikoj burra që të jenë shumë të prekupuar, edhe pse i duan, mund ta mbajnë, thash, po të jenë të prekupuar për të ndonjë shumë kohë për ta ushqyer, për ta ndruar, nuk janë. Të themi të vërtetën tash. Nuk e di sa bëjnë të tjerët, po. Për ta kaluar fjalën të Gjergj, shumë shkurt. Po. Është beku me dora gruas. Po.
është e pazëvendësuar me dora gruas. Po dhe natën kur Të çosh. bën më mirë ushqimi nga dora gruas. Abuziv janë ato burra që nuk din të çmojnë këtë, dhe për hir të kësaj tregojnë demelizëm, tregojnë egoizëm, nuk janë mëhimtar të mëdhej, se edhe dora burrit shpesh është amël për gruan, është amël për Për fëmijën. gruan, nuk po them kështu, po në përgjithësi për fëmijën kujdeset më shumë në natë ajo është Ka gjyshur që din të gatojnë amëlsira shumë të mira. Mu më vjen shumë mirë që ju e konceptoni në mënyrë moderne këtë emision. Sepse është e vërtet që përftërimi unë vetë përbana dadon e pushkinit. Përftërimi gjyshës dhe gjyshit janë gjithmonë pak për një realitet kaluar tashma. Por ndodhë që gjyshi i mëson meses ose nipit kompjuterin, por veç kur dëgjon nipin apo mesen 6 vjeç, 8 vjeç, jo gjyshpet, ky insert nuk bëhet kështu, e ke gabim. Përdore një term, është fjala për një veprim kompjuterik. Kanë rru kohërët dhe kanë rru edhe raporte. Po si kur të bëhesh e gjysh, si do e përjetoje? Shiko, më ke marrë mendimi kështu atë po mendoj. Ju të falni, miqtë e mi, po ja thoja edhe për para. Kjo është temë shumë e këndshme, shumë e bukur, po unë gjapën ndihem gjysh. Dhe më dhënë, e shoh vetën gjysh edhe do ishe gjë më e çuditshme për mua me jetën që bëj, me punën që bëj, gjithë tjerat. Edhe mund të jetë shumë e mrekullueshme. Po bëja muhabet me vajzën time, se është arritur, normalisht. Bë 25 vjeç edhe është e fejuar. Dhe e ngacmoj, i them, mos më bësh gjysh se du me ngjajt i ri akoma, se du me punu dhe ca vjetë tjera. Edhe përgjigja ishte ti mendo për vete, boj një për vete, më tha mu gjyshrit tanë kanë qenë pak patriarkal, do më thënë punonin gjyshrit dhe gjyshret rinin në shtëpi, kanë qenë shtëpiake. Kështu që ndoshta për t'i knaqur gjyshret, ndoshta dhe gjyshrit tanë për t'i kërkuar falje, janë futur miq kompozitorëve që të bëjnë këngë për ato. Mund të keq qenë vetëm kjo. Arsye tjetër. Gruaja punon gjithmonë. E pra gruaja rritet gjithë ditën në shtëpi. Jo, por jo, ka punuar gruaja, ka qenë dhe gjyshet e mia kanë edhe në shtëpi, gjyshe, edhe gatuante, të gjitha i bënte gjyshja. Shikon, Të gjitha. neve na leni të jemi çik meshkuj të rini në shtëpi të punojmë ne, se ajo na ka ngele, kupton? Kështu e quajnë, pak të gjyshrit tanë, kështu e kanë quajtur atë. Gruaja në are, në vreshta, gruaja të gjitha. Po ne nuk po flasim për gjyshet e sotshme. Juve jeni gjyshe e sotshme dhe Jo, ka shkujtur Çajupi që kur, ka shumë vite që në ara s'punonin gjyshet tona. Se shikoni çfarë gjyshi s'ka sot. Rasti, mbas pak edhe unë do ngrija një problem të vogël që ka lidhje direkt dhe me zanatin tim dhe për atë që ne bëjmë. Për ne që ndoshta prodhojmë programe, që bëjmë muzikë, që bëjmë. Dikur, mu po të marrë Tiranën, gjyshrit e mi shkonin ke Lulishja Rinia dhe ke një maj dhe kishin ca orkestra që s'kishte as vegla, me ca fizarmonika, me ca jazz që therdhin kecat me i marrë lëkurat, dhe shkonin kërcenin dargave. Aty bëj një pyetje juve, jo, se ju bëni dhe një format shumë sukses, shumë Dancing with the Star. Sa gjyshër të tillë nuk kanë një vend në gjithë Shqipërinë ku shkojnë të kërcejnë tango, rumba? Nuk ka. O ka disco, o ka tallava, o ka në kafe. Do me thënë. Po ne po flasim dikur martoshin dhe vonë, gjyshrit tanë, do me thënë, e din, gjyshrit si puna jonë, e futa dhe vetën. Si a bën, ku juve keni një vend ku shkoni për të dëfryer, për të kërcyer me njëri tjetrin. Dhe unë mendoj ky problem, edhe pse Italia ka dhe balerat, këto që i quhen vendet që mblidhen për të kërcyer, Maria dhe Filipi, që është një biznesmen e papar dhe shumë e zonja për gjërat që bën, dhe janë gjërat më të para në Itali normalisht. Jo më kot ka bërë atë emision ke uomini e done, nuk i ka qytur gjysh dhe gjyshër, e ka mbajtur uomini e done, se ashtu janë. Se nuk mendojmë ta bëjmë ditë këtu. Ju dhe ishte dakord kush është gjysha jo? Një pjesë të mirë të gjyshërve dhe gjysheve kemi edhe kusa. Orkestrën po e gjemë, e kemi, do më thënë, shtojmë dhe ca element, jo mëse si bëjmë me playback, se ka i ka jo kohë, e do më live. Nuk ka me gjithmonë një vënd, zja, unë prane jo drejtova juve pyetjen, që të shkojnë të kërcej një njeri, të ashtin në diskotek, ne shkojnë do, e di pse nuk shkojmë dhe për i gjë tjetër. Ne përfshive dhe vetën këtu?
E di se e përshire veten se ne duam veç kontakt fizik me atë femër. Dhe në fund e misionit do ta mbushim mendjen. Për çfarë? Për të bërë gjysh apo për të martuar? Se duhet më martuar. Se kështu ja kam bën fjalën gofës. Jemi në fund fare, po, e vërtet. Por mund ta kemi vetëm me këtë le të shpresojmë që për vizionin tjetë plus një vizion përgjigja e kësaj pyetje. Edhe unë besoj që me ato njerëz përgatitur që ka vizionin do ta bëjmë. Jetë mira, diçka të fundit edhe nga ty. Si? Jemi në fund të emisioni, po nuk dua ta mbyll pa të pyetur nëse ke diçka për të shtuar në këtë emision. Ja, kënaqësia më e madhe e thashëm që në fillim dhe ndoshta ke e dyta nuk e di se çfarë do të ndodhi ke një ditë. Do kesh eksperiencën. Po do kem një eksperiencë tjetër, po tash nuk e di, më duket vetë se po fluturoj. Era? Diçka për të shtuar? Ju falenderoj që më dhatë mundësinë të flas publikisht për gjyshërit e mi, për gjyshen dhe gjyshen time. Dhe t'i them publikisht që i dua shumë, kaq. Faleminderit ty. Faleminderit shumë që ishit pranishëm në emisionin tonë sot. Faleminderit një mbese që i do shumë gjyshërit e saj, 2 gjyshërve, njërit me 4 nipër me 3 nipër e një mbes, me zonjë të mira, një gjyshe të re dhe me një gjysh në perspektiv. Mirë. Ka ndonjë urim të veçantë që jepet në ditën e verës? Sigurisht që ka pas urime, nga koha në kohë këto kanë ndryshuar dhe janë modernizuar, po ajo simbolizonte jetën e lumtur dita verës, do me thënë që lam atë dimrin, si thuash që të sillte mjaft për kushtet e kohës, sillte mjaft vështirësi, jetë të vështirë, kalum në një jetë të lumtur. Prandaj dita verës shpeshherë është quajtur dhe dita që do të na bëjë lumturi. Lumturia dhe i thonin jetë të lumtur për ditë vere ose gëzosh ditën e verës. Në Maqedoni faktikisht nuk e festojmë këtë fest, po unë kam pasur rastin që në Elbasan të jem një ditë dhe ta festoj këtë fest. Bashkë me miqtë e mi që i kam antje, dhe më ka pëlqyer me të vërtet shumë, sepse shife që është një ndryshim i madh nga ftoti që kemi kaluar dhe vjen një ditë vere. Nuk është ditë e verë, nuk është shtina e verës, po është një ditë vere, të cilët e kremten dhe e festojnë të gjithë dhe vërehet ajo ngrohtësia. Mirë. Më trego pak çfarë na ke sjellë nga Elbasani. Atëherë jam munduar të sjell sadopak atmosferën e festës. Në qytetin tonë kam sjell ballakume, s'ka se si, që është ëmbëlsia e kësaj feste. Po? Disa lule karakafte që është karakteristike po për qytetin e Elbasanit, që lajmëron pranverën, gjithashtu manushaqet dhe lulet e verës ose lulet dele ndryshe. Ja, për këto e kishim fjalën kur tham sa bukur është kur vjen vera dhe me njëherë fillojnë edhe mbinë të lulet e para. Eglantin, unë të falenderoj shumë që na ke sjellë këtë dhuratë të vogël nga Elbasani, kështu që këto po i marr unë për të luajtur kështu duhet, sepse atmosfera nuk duhet na sjellësh vetëm me ballakume. Jo, normal. Para se të ulesh, meqense më dhe pjatën, unë po të jap mikrofonin. Kështu, krijojmë pak atmosferë me një nga këngët e tua, e cila pikërisht i kushtohet qytetit të Elbasanit apo jo? Po, Elbasani bukur. Ju përshëndes të gjithë dhe ju uroj një verë sa më të mbarë. Mirë, unë të të afrohesh më në qendër për të ndjekur kështu këngën tonë dhe pastaj vazhdojmë bisedën.
bukur të këngës, nuk ka gjë mbajun, faleminderit Elbasanase. Dhe kështu, do të fillojmë bisedën, por besoj se kemi nevojë për pak pushim, kështu që edhe publiku çua në këmbë Eduard Rokiti, Glentina u lodh pasaj këngë, shpatë pas që po kërceja. Unë po kërceja sepse kënga Ku ke rrushe, ku ke ti, që këndohet pak më ndryshe se sa interpretoj Glentina, dëgjohet edhe tene, edhe këndohet nga gjithë estrada, mund të them lirisht, sepse unë vete këndoj në çdo mbrëmje. Vetëm ne kemi Ku ke rrushe, ku ke ti, kesh me ble, lala, le blebi. Dërsa, si ishte teksti? Ku e rrushe në Elbasan, rrun me marrë, e me më qunë Tiranë. Eglantina e ka në nuk vinë Tiranë, kështu që... Ja që vjen kur të thrasim ne. Televizion Plus i gjithmonë. Dita Verës është një fest pagane, ashtu si që janë pagane edhe një seri festash të tjera, si që është Viti i Ri, si që është Shëngjergji, si që është 21-22 qershori, ose Shmitri në tetor, apo dita e themun në themel, edhe ajo që e quajmë Krishtlindje. Krishtlindje janë një seri e madhe ritesh pagane, që sigurisht është krishterizuar, ka ndryshuar me kalimin e shekujve. Po ritet janë pagane, jo pse i them unë. Këto i kanë thënë studiosit për Europën, studios shumë të mëdhej, Dita Verës, edhe disa ditë tjera festash, janë, si të themin, jo vetëm në shqiptar, janë dhe në popuj të tjerë, dhe në format e tyre arkaike, afronin më tepër mes tyre, kurse duke u zhvilluar etnit, komësit e kombet, kanë pësuar dhe këto ndryshimet e veta. Dhe ajo formë, si që është gjuha Shqipe në gjuhët indo-europiane, jashtu kanë evoluar dhe festat dhe kanë betur brenda teritorit banuar nga shqiptar, kanë betur brenda dhe jashtë kufirit, kanë betur dhe në ato format krahinore, diku më arkaike tradicionale, diku të transformuara. Transformuara, do me thënë që dhe këto lidhen, Dita Verës lidhet me ekuinoksin e pranverës, do me thënë kur bëhet dita dhe nata, kur bëhet dita dhe nata barabar dhe kalon nga dimri, kalon në një periudhë tjetër. Në gjitha të ekuinoksin ndodhë në 21 mars, apo jo? Në 21 mars, po duhet të dim një gjë, që kalendarët, si pas ndikimeve romake, pararomake, bizantine, ilire, kanë ndryshuar, dhe sigurisht që një marsi i vjetër, Julian, me kalendarin Julian, ka qenë dita fillimit të vitit, të romakët, edhe ka hyrë tek ne. Ka qenë dhe në mesdhe, këte e kanë pas të zëmë dhe egyptian, e kanë pas dhe babilonasit, e tjerë këtë ditë vere. Çfarë bëhet në familjen tuaj? Si është mëngjesi? Çfarë gatuhet për në drek? Ka edhe vizita apo jo që ju bëni tek njëri tjetri? Edhe ato që janë bërë më parë, se tani janë... Jo, kam përshtypjen që vazhdojnë, ndoshta jo... Me pak, ta që ta themi për hirë vërtetës. Ne kemi shkuar për çdo fest, kemi shkuar një kohë të kaluar, para 20, 30 vjeç, 40 vjeç, kemi shkuar për çdo fest të njëri tjetri, sot nuk shkon njeri. E Glanti? Atëherë fillon, ne i themi hise, i bëjmë çdo personin familje, ku vendosin vezë, palët e fikut, arrat. Ato kanë qenë originale, ato janë originale. Shikoj që vazhdojnë Glentina, është e re për të ditur se çfarë kanë qenë originale apo jo. Që gjejnë në tërë shqiptarët. Edhe çdo person kur ngrihet ka hisën e vet, themi ne. Madje të çojmë dhe një person të familjes tek një afër me fisit. Është se kush do të çohet më herët, ta çoj hisën tek kushërinjt. Për fëmijët është më shumë kjo. Që kush të qëtë më herët të heci më mbar vera e gjë. Pastaj, për drek, gatojme tavë kosi për ditë verën. Tavë me pistil, që është karakteristike. Dhe kjo, dreka.
Po kryesisht dalim piknik në fakt tani. Shkon nëna plaka, qoj se erdi dita vesh, fëmijë që s'qohen, se kanë gjumë, qoj se erdi dita vesh, që qonë. Ka arsye për të tuar nga gjumë më shpejt. Shkojmë për piknik, thot Eglantina, sepse profesor thuhet që dita e verës duhet festuar pranë tokës. Po, pranë tokës, merë bimet, merë lullet, shkojmë në për restorante, tjere. Disa vene marrin sa bar atje dhe vine hedhin në vatër, sepse është kulti i gjithë tyre gjelbërimeve që na bjen të miren në vatër, dhe me thënë në shtëpi, në familje. Në Elbasan, në fakt, në datë 14, shumë rrallë mund të gjesh në për restorante, dhe me thënë. Të gjithë dalin piknik në Elbasan pak, nuk e di për trevat e tjera. Po kjo është moderne, se sa ajo që dilnin për të mbledhur lule, ose me dalin në majtë kodërës, ose edhe atje me nezni zjarë, dëllinja, të nezim një zjarë, të një mojmë djelin që të na bjerët të ngrohtit, në atë kuptimin e vjetër. Mësove tani se qëfar duhet bësh vitin tjetër për ditën e verës? Të bëf mirë balokumja njërë? Faleminderit, që më ishte shumë e mirë. Bërë qefi. Tani, e mësove se qëfar duhet bësh, duhet vendosësh verore, duhet aje që është 2 javë më vonë se të sjell fat. Po, ajo, pastaj buka që është, kush e zgjedhat bukën me fat, do t'jetë më me fat, diçka mësova, edhe pse unë desha them që ne në Maqedoni e festojmë 1 maj, si lloj të kësaj dite. Shëngjergja. Edhe pak a shumë që të gjërat përbashkëta me festën. Gjërat përbashkëta, shëtitje, njerëz në përgjelbrime më shumë zgjedhin vendet më. Shëngjergja, Një moment, profesor, po shpat. Me thënë zgjedhim 1 maj, atje te ne është ditë e punëtorëve, edhe këtu, edhe në gjithë botën. Edhe dalim gjithë, shëtisim, argëtohemi, zgjedhim vendet e qeta, kështu. Ke disa kohë në Tiranë? Po ka që në Tiranë ka 20 ditë që gjendem këtu. Me di që ka gjëra që duhet i themi, duhet i themi, me që ta të më thuaj si po ndihesh tani? Jo, shumë mirë po ndihem, unë thjesht kam marrë për një vizitë në Tiranë, aktivitete me mediumet, angazhime që i kam lanë pak si anësh, për shka që lartë Maqedoni Tiranë, dhe tash jam këtu me aktivitetet ndryshme, ja, po festojmë edhe ditën e verës, kemi festu mendoj, dhe mbrëmje tjera vikendeve do t'jem këtu në Lushnjë, në Elbasan, në Tiranë, dhe kështu me radhë. Si të duket jetesa këtu, kur qëndron për një kohë të gjatë? Jam ambientuar në Tiranë, pak rëmuj me trafikun, derisa të ambientohen, po edhe atë e kam te kaluar, po ndjehem shumë mirë. Në Tiranë janë njerëzit komunikues, janë shumë të afër në krahasim me Maqedoninë, janë më të çiltër si karaktere. Unë këtu e gjej veten në njerëz ndryshëm, po e gjej veten. Unë them që ta mbyllim me urime, kështu që profesor Mark, një urim për ditën e verës për gjithë shqiptarët dhe pse jo, siç urohet në këtë ditë. Ju urojmë të gjithëve fat të mirë, lumturi, gjithë ëndrat e tyre tu realizohen. Më thënë të kenë mirë qenje, dhe jetë të lumtur. Do të atyre të gjithëve një verë sa më të shëndetshme dhe sa më të mbarë për të gjithë. Përveç urimit, ti do e mbyllësh edhe me këngë programin tonë, do bëhet nga ty mbyllja. Kështu që para se të bëhemi gati për të kënduar, më thuaj, një urim çfarë të duash ti? Ju uroj gjithë shqiptarëve kudo që gjenden, urim e festën e verës, sa më shumë bashkëjetesë, sa më të mirë. Largohu tani, s'ka dashuri, medikament, kundër dashuri që shkoj via ka, nuk pyes për para, medikament, zemra ende më shumë dhe në terapi, për një dashuri, medikament, kundër dashuri që shkoj via ka, nuk pyes për para, medikament, zemra ende më shumë dhe në terapi, për një dashuri.
Shënohet me kohën që shko, e kjo dëshmi të duhet ty të kesh alibi. Nisu ti, jo nuk lejoj, largohu tani, s'ka dashuri, medikament kundër dashuris që shkoj i thia ka, nuk pyes për para, medikament, zemra ende më shumë dhe në terapi, për një dashuri, medikament kundër dashuris që shkoj i thia ka, nuk pyes për para, medikament, zemra ende më shumë dhe në terapi, për një dashuri. Unë do doja ta nisja me ty. Në fakt, ne kemi quajtur të talentuar temën sot, sepse kështu jeni vërtet. E në fakt, Rapsod 12 vjeç nuk është se na ndodh të shohim çdo ditë. Në fakt, dëshira ime për të vazhduar çiftelinë, atëherë kur isha në hapat e para të pianos. Tani nuk jemi në hapat e para. Jo. Tani ke një karrierë të gjatë që e ke ndjekur apo ja? Po. Më thuaj një herë nga je? Nga Lezhë. Je nga Lezhë. Ka ndikuar kjo që ti të marrësh çiftelinë në duar? Në fakt, ndikimi më i madh ishte unë çdo ditë shikoja një diplomë të dajës tim në murin e shtëpisë së gjyshit dhe ajo më tërhoqi shumë. Dhe ajo diplomë ishte marrë nga daja im në festivalin folklorik të Gjirokastrës. Dhe ndihma ime më e madhe për të vazhduar çiftelinë ishte gjyshi im. Gjyshi Gjergj Froku, një ndër themeluesit e ansamblit Çiftelia të Lezhës. Se është e vështirë të luash në çifteli? Për mua nuk është, por për dikë që fillon, normal hapat e parë janë... Sa më pëlqen kur thua hapat e parë. Në fakt, kur po zgjidhnim pjesën që ti do të luaje, ishte fare kollaj me ty, sepse çfarë të duaste? Jam mjaft të luaj edhe këtë, edhe këtë, edhe këtë. Era, na thuaj diçka për veten tonë. Atëherë kam filluar të studioj piano në moshën 7 vjeçare. Nisma ishte babi im. Babi. Po. Edhe vazhdoj studimin në vitin e 4 në lice. 10 vjet tani. 10 vjet tani. Dhe ti je sa vjeç? Unë jam 17 vjeç. 17. Se ke bezi që të pyes, besoj. Jo. Veça ka se thonë që femrat zënë pyetur për moshën prandaj. Pra ke 10 vjet që ti luan në piano. Po. Dritan, na thuaj diçka për veten. Një prezantim të ndën. Unë me këngë ka filluar që kur jam i vogël, që kur isha i vogël. Një shtys ka qenë baba im, Xhelal Angoni, i cili më ka futur në për këto festivalet e Gjirokastës. Fabian, ndërsa talenti jot është ndryshe, më trego pak për të. Unë më përpara kam pasur futboll, po lash futbollin dhe kur losi Tirana Milan, këtu erdhi një anglez që merrte me këtë lloj sporti. Pra, kjo që bën ti është sport më veta? Po, është sport freestyle futboll, domethënë. Ne si quhet? Na prezanto pak me do doja të vi këtu në fakt. Në qendër për na e di që do duhet të heqësh mikrofonin, sepse ndryshe nuk na e performon dot. Por është momenti që të prezantohemi me freestyle futboll, kështu mund të quhet? E ndërkohë na performon diçka. Të duhet më shumë hapësirë se kaq? Jo. Okej. Mirë, ndërkohë, na duhet pak muzikë, besoj, diçka më ritmike për
Mirë, ndjekim një kolazh me Çifteli nga Sergjo. Ashtu se të kam mësuar gjyshi, më tregon një çik nëse unë merr Çiftelin dhe dua ta mësoj. Nga tani, më duhet edhe kjo? Po. Çfarë duhet bëj? Në fillim duhet pozicioni i gishtave. Si është? Që luhet me 3 gishta, me cilat janë? Me 1, 2 dhe 3. Po, ku duhet i vendos? Të pari zakonisht vendoset këto. Te teli parë. Te teli parë, i dyti? I dyti është këto. Te i dyti? Se 2 janë. Po, te i parë, te i dyti. Edhe tash thjesht i vjen. Me të dyja. Mirë, pse mua më duket sikur luaj më mirë unë se ti? Se është njësoj muzika, Sergjo, në Çiftelit. Ka thënë ndonjëherë gjyshi? Pra, ne që nuk merremi me Çifteli dhe nuk e njohim këtë muzikë, nuk është se e bëjmë shumë dallimin, na duket sikur është njësoj. Po, duket sikur është njësoj sepse nuk është mësu veshi dhe nuk dinte se çfarë notash po luajnë në Çifteli. Dhe është diçka që duket sikur po luajn njësoj gjithë pjesën. Do të thënë kemi pak të drejtë. Po drejt kemi normal. Një tjetër djalë në lidhje direkte, ja ku po e shohim, ai është në mosfare të vogël, është vetëm 6 vjeç, por më shumë do na flasë Ervini dhe Aleksi. Të përshëndes nga klubi Venue Bistro and Show, së bashku me Aleksin, siç e the dhe vet, ai është talent, po talent ku në bateri. Ai ditë performoi pjesë të jashtëzakonshme, por më shumë dua të bëj një mini intervistë vogël me Aleksin. Aleksi, përshëndetje. Përshëndetje. Sa vjeç je ti? 6. Je në klasë të? Parë. Si je me mësime një herë? Mirë. Po me baterinë si je? Mirë. Di ti biesh shumë i baterisë? Shumë mirë. Ku ke mësuar ti biesh për herë të parë baterisë? Kam parë papën dhe i kam bërë vetë. A, ke parë babin? Jo babin, papën. Po ti të mëson dikush që ti biesh baterisë apo e mëson vetë? Me mëson dikush. Po pjesët, di ti shohësh, di ti njohësh me nota muzikore apo thjesht i dëgjon dhe pastaj i bën? I dëgjoj dhe edhe i bëj. Sot çfarë do ta bësh për neve? Do ta luash pjesë të bukura? Po. Do ta shfaqësh talentin tënd? Po. Atë bravo. Anila, jeni gati teleshikuesit e Vision Plus të ndjekin Aleksin? Aleks Viti është 6 vjeç, do të performojë 3 pjesë muzikore dhe ne do ta ndjekim ato. Ta ndjekim.
Na u duk sikur u rëmbeve me njëherë në atë potën tënde, sikur u largove që këtu. Është e vërtet? Pa. Kjo është efekti që të jep piano? Pa. Na shpjego pak, si mund të marrë përshkruash këtë moment? Këto i kënë që bën nga realiteti. Se di, besoj se mund ta shpjegoj këtë. Unë falenderoj për këtë momente që ti na dhurove, sepse pak nga pak në shkrim drejt fundit kemi edhe Dritanin. Unë jemi bashkë. Kemi edhe Dritanin për të ndjekur e për të mësuar pak nga ty në fakt të jesh për kanto nuk është e lehtë, apo jo, të duhet të mbash zërin në formë, nuk është një Patjetër nuk është. Duhet të mbani shall tani në këto ditë të ftohta. Patjetër duhet të haruar zërin, nuk duhet të pish gjëra të ftohta, duhet të kesh shall. Jep një këshill për zërin muaj që ja. Një këshill për zërin. Mos pish gjëra të ftohta. Vetëm kaq duhet të bëj për ta përmirësuar thash po, jo për të kënduar kanto, thjesht të arrit të flas. Kush është pjesa më e vështirë e këtij talenti që ti ke dhe të kësaj rruge që ke zgjedhur? Është impostimi i zërit. Të kënduar klasik është një... Impostimi i zërit, si është? Çfarë do të thotë impostimi i zërit? Që do thotë një këngë të muzikës së lehtë, ma këndo vetëm një varg, ashtu siç është zëri i pa impostuar dhe i impostuar. I pa impostuar është kështu. Në kitarte likë putur, ndali këngën. Kështu është i pa impostuar, është muzikë e lehtë. Po i impostuar? I impostuar kështu. Tu ishët hitun malen kodër. Pra, zëri quhet në sinuse, si që themi ne. Kështu quhet në gjën tuaj. Vërtet, në bëra akoma më kurioz të dëgjojmë atë këngën që nise, do këndosh me zë të impostuar apo të pa impostuar? Të impostuar. Dhe cila është kënga? Kënga është Lulebor. Në fakt, në qëse jemi drejt fundit, do doja... Më vjen keq që jemi drejt fundit dhe jam të fundit për të njohur pak më shumë të Dritanin, sepse do donim që të intervistonim akoma edhe më gjatë. Kush ka qenë shtysa kryesore në këtë rrugë tënde, në këtë shkollë që ti po ndjek, në këtë talent? Unë po pak më parë, ai ishte baba im, ka qenë që në hapet e para të feminisë time. Sepse edhe unë i kam gjëra ti, trashëgoj atë pasionin e tij, ai ishte këngëtar klasik, edhe unë trashëgoj atë talent. Me që se të gjithë në thanë se sa kohë i përkushtojnë pak gjatë ditës, ty sa orë në ditë të duen të këndosh? Dhe sa vite ke? Unë kam 4 vjetë që me këngë klasike, me kanto. Në ditë më duhet të rreth një 2 orë. Rreth 2 orë? 2 orë, sepse çdo gjë varet në talenti, nuk është si punë e veglës, që do shumë studim. Më të shumë suksese në fakt, sepse ke një zë vërtet specifik, po më njoftojnë që koha jonë ka kaluar, unë do doja që të na e mbylli ti programin me këngën Lulebor, dhe të na nisje me zërin tënd, duke shpresuar që të kemi pranishëm. Skena, akoma më të mësueshme. Ndërkohë, që ti bëhesh gati, unë po falenderoj edhe një herë miqtan që kishim sot, Fabianin, faleminderit që ishe këtu, Era, faleminderit dhe shumë suksese, faleminderit Sergio që ishe i pranishëm, falenderojmë dhe Aleksin që kishim në lidhje direkte. Djalosh 6 vjeçar dhe është momenti të ndjekim këngën Lulebor. Do ta ndjekim pikërisht në një tjetër formë të kënduar akoma edhe më të vështirë nga Dritani, i cili është nxënës i liceut artistik Jordan Nisja në Kryeqytet, është në vitin e 4, pra ndoshta do të jetë një ndër zërat më të njohur të pranishëm në skena shqiptare. Unë falenderoj që keni qëndruar me ne edhe sot në orën 5. Do të ritakohemi si çdo tjetër në programin tonë të përditshëm. Ju kërkoj ndjesë edhe një herë për zërin, ritakohemi në të tjera emisione. Ju lë me Dritanin dhe me këngën Lulebor. Tu i shëtitun malen kodër, tu i prek lule qif me dorë, dhe q'i kopshmat bukri shkodër, ty të gjeta Lulebor. Je vogël, por e plot, ty t'kërkoj unë ta samot, ta samot unë ty t'kërkoj, si me ty jetë ndoshkoj. Eja, eja, Lulebor, se me ty do thurturoj. Eja, eja, Lulebor, se me ty do thurturoj.
Shëtitun malen kodër, tu I prek lule qith me dorë, dhe qi kopshmat pukri shkodër, ty të gjeta lule borë. Tu I shëtitun malen kodër, tu I prek lule qith me dorë, dhe qi kopshmat pukri shkodër, ty të gjeta lule borë.